plotësjellës dhe gazi skaduar, i cili është tejet helmues për shkak se vetë formula e gazit prishet pas kadencës. Gjithashtu, arrestimi i patolerueshëm, i turpshëm dhe kriminal terrorist i një 10 vjeçari i cili u mor zvarr nga 5 narkopolistë të Ilir Prodës, që është një turp për policinë e shtetit dhe për gjithë shtetin, faktoi përfundimisht që këta të kapur nga frika, që i ka pllakosur, nuk din më se çfarë bëjnë, aq sa shoqëruan e arrestuan edhe një njeri të vetin që ishte pjesë e strukturave të Partisë Socialiste, siç e keni parë edhe nga mediat, sepse këta nën frikën e sovranit nuk shikojnë më nga syt. I garantoj që për dhunën e ushtruar ndaj qytetarëve shqiptar atë ditë për gazin lotësjellës të hedhur në rrugët e Tiranës, gazi i cili ka hyrë dhe në shtëpiat e qytetarëve shqiptar, ata do të mbajnë përgjegjësi direkte. Të nderuar miq, qytetarët kanë dalë në protestë sepse është kapur në flagrancë se si është shitur siguria kombëtare te karteli i çopjave dhe tek Suel Çela, se si Ergys Agasi, një njeri pa asnjë autoritet shtetëror, kontrollon segmentet kryesore të sigurisë kombëtare nga drejtoria e krimit kibernetik e deri tek institucioni Akshi që quhet Deoborri personal i Edi Ramës. Nën pushtetin e Edi Ramës, kartelet sot kontrollojnë institucionet e shtetit. Qytetarët dolën në protestë sepse kemi Lubi Ballukun, e cila me vjedhjet skandaloze të saj ka arritur në një shifër që nuk është menduar kurrë në asnjë vend të botës që të ketë 300 apartamente një zëvendës kryeministre e shtetit e popullit më të varfër të Europës. 10 vjet në regjimin e Edi Ramës, sot shqiptarët janë kthyer populli më i varfër në Europë me pushtetarët më të pasur në botë. Dhe pa diskutim që çdo cent që ata i kanë vjedhur qytetarëve shqiptar me ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet, jo vetëm do të arrestohen, por çdo cent do të konfiskohet dhe do t'i kthehet qytetarëve shqiptar. Ndaj, unë ju ftoj që së bashku të vazhdojmë këtë betejë, të vazhdojmë këtë mision. Ata që mendojnë që me këto arrestime na provokojnë, na demoralizojnë, e kanë shumë gabim. Vetëm na motivojnë. Dhe herës tjetër protesta do të jetë shumë herë më e fortë dhe shumë herë në numër, se nuk ka më qytetar shqiptar që nuk e di që kjo dhunë shtetërore e urdhëruar nga Edi Rama duhet marrë përgjigjen. Dhe do ta marrë përgjigjen me pa diskutim. Partia Demokratike mbështet qytetarët në këtë kaos kombëtare për rrëzimin e narkoshtetit dhe kthimin e shtetit ligjor. Tani dua t'ja jap fjalën avokatëve, zonjës Eda Grimci, për të shpjeguar se çfarë ndodhi gjatë procesit dhe t'ju sqarojnë nga pikpamja juridike për çdo gjë. Faleminderit edhe një herë avokatëve, shumë faleminderit të gjithë qytetarëve dhe shumë faleminderit familjarëve të cilët janë sot këtu, deputetëve të zonës, zotit Himçi, zonjës Çopja, të gjithë deputetëve të cilët sot, siç e keni parë, kanë qenë këtu gjatë gjithë ditës dhe do të vazhdojmë së bashku këtë betejë. Faleminderit dhe ju që keni ndetur gjatë gjithë kohës këtu ta prisni. Siç edhe ju e keni ndjekur, sepse jeni këtu që në momentin që ne kemi hyrë në orën 11 në gjykat, ka qenë një seancë maraton sepse bëi fjalë në fakt për 19 masa arresti. Gjëja e parë që kemi kërkuar ishte që ne të njiheshim me dosjen dhe me provat. Pasi në 19 raste që ne kemi asistuar në komisariat, kemi kërkuar të njihemi me provat dhe nuk na është lejuar dhe nuk na është vënë në dispozicion asnjë provë. Dhe kërkuam që të njiheshim me dosjen për të parë se kush ishin pamjet filmike, fotot, provat në ngarkim të arrestuarve, dhe pasi u njohëm me dosjen, pam që nuk kishte asnjë provë specifike për asnjërin prej tyre. Pra, bëhej fjalë për prova të marrë nga pamje filmike që nuk ishin lidhje me të arrestuarit, por dhe këto ishin vetëm në 5 raste. Për 14 raste tjera nuk kishte as foto, as pamje filmike, as veprim konkret të dhunshëm që të kishin bërë këta persona, po kishte vetëm një raport shërbimi ku në një rast firmosin 4 oficer policie, në një rast 7 vetë, dhe kjo konsiderohet si provë. Kjo nuk mund të konsiderohet si provë, sepse edhe konventa e
Konventa ndërkombëtare e parashikojnë edhe pikërisht edhe një vendim i Gjykatës Drejtave të Njerëzit kundër Shqipërisë, ku ka saktësuar që masat që merren për protestuesit nuk duhet të tejkalojnë faktin dhe në asnjë rast nuk mund të konsiderohet e lishme dhe nuk mund të kërkohet masa ekstreme arrest me burg në rastet ku nuk ka asnjë provë që fakton veprimin konkret dhe veprën penale për cilën është akuzuar. Bëhet fjalë për dyshime, atëherë kemi kërkuar gjykatës që të shpallit pa lishme arrestet, bëhet fjalë për dyshime, organi akuzës le të hetojë, por djemtan do të hetojnë të lirë, sepse gjykata pranoi dhe konstatoi që në dosje nuk kishte asnjë provë që inkriminon. Nuk kishte asnjë lloj mase, vetëm edhe një herë. Detyrim paraqitje për të gjithë, për të 19. Organi akuzës kishte kërkuar masë alternative, për 5 prej tyre kishte kërkuar arrest me burg dhe këtu dua ta theksoj një fakt që është kërkuar arrest me burg për 2 nga djemt cilat janë antar, njëri është kryetari i forumit trenor të Partisë Demokratike e Elbasan dhe tjetri është kryetar grup seksionin e Elbasan. Të 2 këta djem, për të 2 këta djem kishte vetëm një provë që këta po qëndronin me zotin Besar Xhaferi në protest, asnjë veprim konkret. Edhe vetë në raportin e shërbimit nuk pretendoi që kishte një veprim konkret nga këta dhe këta janë